Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shmangu çdo koment sot për humbje në zgjedhjet e 9 nëntorit, duke u fokusuar tek betejë e opozitës në kuvend. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar demokrat, Berisha akuzoi mazhorancën se ka zgjësuar çdo hapësirë debati, pasi shumica dërmuese e seancave plenare janë mbyllur pa lejuar diskutimet e sipas kryetarit të Partisë Demokratike, opozita tashmë duhet të ndërtojë një strategji të re për të përballur me Partinë Socialiste. Mendoj që sot të diskutojmë për një përgjigje të merituar. Nuk do në parlament ata, po ne nuk bëhemi kur regla të tyre. Ne kemi shkuar lam çdo gjë, shkojmë në parlament, ju shkoni çdo ditë në komisione dhe shkojmë aty e mbyll dyqanin ai. I thotë, merr po mesazhin mbyllë, i thotë Edi Rama, e mbyllë. Berisha shfrytëzoi mbledhjen e grupit parlamentar demokrat për të akuzuar kryeministrin Edi Rama dhe numrin 2 të qeverisë Belinda Balluku si përgjegjës për tunelin e Llogaras, por edhe për aeroportin e Vlorës, duke theksuar se në çdo vend demokratik kryeministri duhet kishte dhënë dorëheqjen. Por në vend që të jap dorëheqjen së bashku me lubin e tij, ai ka deklaruar në mbledhjen e partisë në mbledhjen e Tiranës se ky është një sulm që skapi i partisë i bën Edi Rams dhe Lubia nuk ka asnjë përgjegjësi. Nuk ka bërë asnjë shkelje ligjore, asnjë gjë për gjëja. Dhe në fakt, siç e shihni, ajo vazhdon vërmëtarin, ndonse si një fantazm, sikur nuk ka ndodhur asgjë. Deri më tani Partia Demokratike ka deklaruar se nuk do ta bojkotojë kuvendin pavarësisht situatës politike, por sot deputetët demokrat nuk shkuan në asnjë komision parlamentar derisa të merret vendimi përfundimtar për marrëdhënien që opozita do të ketë me kuvendin. Ndërkaq po sot mazhoranca në sekretariatin e etikës vendosi të përjashtojë me 10 ditë kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha nga parlamenti për shkak të gjuhës që ai përdori ndaj ambasadorit Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato.